Në Ulqin u organizua koncerti muzikës tradicionale shqiptare Sofra Pejane, e cila u rikthye pas 19 vitesh në qytetin bregdetar nga qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave në Maltëzi. Ka shku mendja me u fejue, e me madini Ulqina, a më Ulqina kërë s'madon nana, se m'kazani ze umera. Kjo ngjarje është një augur i mirë për fillimin e sezonit turistik dhe se muzika nga Kosova dhe Shqipëria po forcon ruajtjen e kulturës shqiptare në Maltëzi, tha Gazim Hajdinaga, drejtuesi i Qendrës për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave, gjatë një interviste për TV1 Channel. Aja që është formula kryesore dhe fuqia më e madhe e kulturës, edhe atëherë kur ndoshta një zok nuk ka mujt të fluturojnë, me kulturë kemi eliminu bariera. Më kujtohet shumë vite më herët kur nuk ka qenë i hapur pika kufitare e Muriçanit. Atëherë unë antari qeverisë, ministër në qeverinë e Malit të Zi, kemi hedh barierat dhe kemi lidh urët e bashkëpunimit, sidomos me qytetin e lashtë kulturës që e ke në Shkodrën Loce. Sonte jemi këtu me Sofrën Pejane, ju do të regjistroni edhe me kamerën e juj në këto pjesët filmike, ata janë këtu mas 19 viteve. Unë i kam pas ftuar ata 19 vite më herët si kryetari i bashkisë. Dhe 19 vite nuk i ka ftuar askush, nuk kanë qenë në Ulqin, por jo vetëm në Ulqin. Sofra Pejane ka qenë në Rozhaj dhe kemi dashur në këtë rrugtim nga Peja, Rozhaja dhe për tar deri në Ulqinin e bukur, qytetin e vjetër i lirë të Ulqinit dhe të kulturës. Sofra Pejane t'i jap një falënderim qytetarëve të Rozhajës për çka kanë bërë në vitin 99 për vllazërit tonë nga Kosova dhe lutim Zotin që ato ditë mos përsiten kurrë, por gjithmonë të jetojmë në paqë, në mirësi dhe në komunikim njëri me tjetrin. Koncerti kulturoro-artistik bëri që qyteti bregdetar të jehoj fort nga këngët e vjetra, ndërsa ky rikthim është emocionues për artistët nga Kosova. Ulqini për mua është peja jeme e dyta. Unë e këndoj që në Ulqin që se di sakt, po ndoshta 40-45 vjet. Ulqinak të dashur, faleminderit çdonim keni për krah. Edhe unë jam mundur në mënyrën time me mirë, po ju çdore keni qenë më të mirë se une në raport une me juve. Ju dua fort, faleminderit shumë. Kemi nderin që ne me të Sofrës Pejane, kemi një dhurat për Ulqinin edhe zotëri Gëzimin. Ju faleminderit për pritjen, ju faleminderit për këtë mramje. Ju dëshirojmë që çdo herë të keni kazmet, këngë e harrje. Sofra Pejane mbajti një koncert të tillë përpara pak ditësh edhe në Rozhaj, ndërsa këtë vit u dekorua me medalje presidenciale për ruajtjen dhe promovimin e vlerave të muzikës qytetare. Emisioni Arom Shkodra i gazetares Kozeta Bruçi do sjell një material të zgjeruar të mërkurën, kushtuar këtij organizimi të veçantë në Ulqinin turistik.